Këtë duhet ta kuptojmë ne prej bajramit. Duhet ta kuptojmë logjikën e të festumit. Do më çfarë logjike ne festojmë? Ose pse Allahu i lartësuar po na thret që të festojmë. Madje shumë prej dietarëve kanë interpretuar që shprehja e gëzimit dhe hares, edhe festimi i bajrameve, bajramit të fitrit dhe bajramit të kurbanit është obligim, duhet ta shfaqim haren, duhet ta shfaqim gëzimin, duhet ta shfaqim që po festojmë edhe po gëzohemi këtë ditë. Mirë, pse? Cila është logjika e të festumit? Mirë, nëse i bëjmë një analizë të shkurt kurbanit të bajramit, e cila është fest madhështore, njëra prej dy festa madhështore të Islamit. Pse festojmë? Festojmë për arsye se kësaj feste i paraprin disa punë të mëdha të cilat i kryjnë besimtari. Cilat janë ato? Ja, konkretisht, është agjërimi i ditës Arafatit. Domethënë, natën e bajramit agjërojmë edhe gjitha këto të mira, edhe këto begatit Allahut i fitojmë edhe pastaj të nesërmen festojmë. E para, e dyta, ata të cilët janë shku në haxh, edhe gjindën në haxh, në vendet e shejta, ata këtë ditë kanë dalë në Arafat edhe kanë fillu me i kry ritualet e haxhit. Dhe pikërisht në ditën e haxhit, në ditën e bajramit festojnë sepse e përmbyllën kushtin kryesor të haxhit që është qëndrimi në Arafat. Po gjithashtu festojnë edhe për një arsye tjetër, ajo është se ata të cilët kanë mundësi me prej kurban e prejnë kurbanin. Do të therrin kurbanin. E tash agjërimi i ditës Arafatit, therrja e kurbanit, qëndrimi në Arafat për haxhilir. Të më thonë tri veprat për veprave më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu i lartësuar. E ai i cili vepron këto ose e vepron njërin prej këtyre, normal që ka arsye pastaj me festu, edhe me u gëzu, edhe me shpreh hare. Pse? Sepse po feston për diçka që ka deponuar prej cilës ka me përfitu, edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Ka deponu tek Allah i lartësuar, ka therr kurban për Allahun, ka agjëru për Allahun, e ka kry haxhin për Allahun, dhe pastaj po feston. E kjo është ajo logjika e të festumit. Do thotë, duhet të dimë se pse po gëzohemi, ose kur të gëzohemi, ose të mos festojmë, dhe të mos ja bojmë qefin vetës, të festojmë e të gëzohemi, pa bërë kurrë, ose pa kryer asnjë punë.